ne në fakt jemi të gjithë të mbarsur me skepticizëm ndaj kësaj forme e cila është konsumuar nga Partia Demokratike në historinë e 10 viteve të fundit. Ky rikonsumim i kësaj forme, apo le të themi i kësaj regjie politike për të përballur me kundërshtarin, mund t'i shkaktoj edhe një kosto shumë herë më të madhe nga ajo që ndoshta u ndje aq shumë në 3 vitet e krizës së brendshme të Partisë Demokratike. Prandaj, përgatitja e një strukture të reagimit dhe të refuzimit, të aksionit politik dhe sidomos të rritjes së kapaciteteve opozitare prej opozitës, është një përgjegjësi e drejtë për drejtë e zotit Berisha. Ai e ndjen këtë gjë, por unë nuk duhet besoj se ka energjinë e mjaftueshme dhe besueshmërinë e mjaftueshme publike për të qenë ai gjeratori i këtij revolucioni që e premton si të tillë. Nga ana tjetër, marrëdhënia që kanë lidershipet e dy kaheve është një marrëdhënie problematike me elektoratin, me qytetarët e këtij vendi, të cilët jo vetëm që tashmë e kanë konsumuar besimin ndaj tyre, por përkundrazi janë në pritmërinë e lindjes së një të trete, që ajo nuk e shoh në horizont të shfaqet, por që është utopi e natyrshme e shoqërive që zgjatin kaq shumë stagnacionin. Po partitë e reja që u bën deri diku faktor në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, pse nuk u hodhën në betejë për 9 nëntorin në 5 bashkitë vendit për të ruajtur ato vota që morën më 11 maj? Ishte një mendoj që ka qenë 3 arsye pse nuk e bën. E para njëherë lexuan skemën e 2 palëve kryesore. E dyta nuk kishin kohë të mjaftueshme. Një javë kohë në dispozicion të infushate për parti inekzistence dhe pa struktura për të ushtruar një fushat dhe për ta zhvilluar një fushat zgjedhore, janë arsye themelore për të mos u futur në një konkurim i cili mund të shkaktonte një goditje të imazhit më shumë nga mos pjesëmarrja si kundër edhe ndodhi. Dhe e dyta, njëra prej forcave të reja që pentoi e vërejti se shumica politike e qeverisjes së vendit, siç është rasti i kandidimit të Shqipëria bëhet në CR-i, nuk është se i dha ndonjë produkt, por dëshmoi një lloj integriteti lokal të pjesshëm që kjo forcë mori kurajon të testoj vetveten, qoftë edhe në një njësi elektorale siç është ajo e një bashkie niveli 2 apo 3 siç është CR-i. Çfarë prodhoi vendimi i gjykatës kushtetuese, edhe pse ka kaluar pak kohë tashmë për Tiranën, anullimi i zgjedhjeve, rikthimi në krye të bashkisë më të madhe të vendit të Erion Veliajt, edhe pse ky i fundit në kushte paraburgimi, megjithatë ai e ka marrë prej andej vendimin e parë që lidhet me festat e fundvitit e tjerë e tjerë. Ndërkohë kandidatët e pavarur, për shembull kandidati Flor Bina i pavarur që do të mbështetej nga opozita e bashkuar me përjashtim të lëvizjes bashk, shumë thonë që sikur u dojsh me se si shkoi kjo punë për zgjedhjet e plota herën tjetër e kanë fjalën, apo? Mendoj që prodhoi më shumë se 2 procese politike, qoftë individuale, qoftë edhe me efekte në subjekte politike. E para procesi politik është që shumica socialiste de facto u përball me një lloj kryengritjeje të heshtur nga protagonisti në burg që është zoti Velia. Dhe nga ana tjetër testoi një marrëdhënie të saj me pushtetin e drejtësisë, të cilin shpesh palët kundërshtare e stigmatizojnë si pushtet të zënë apo të komanduar nga shumica, që në fakt në tërësinë e vet nuk është plotësisht kështu, dhe episodet dhe historitë e fundit dëshmojnë që në fakt nuk mund ta zotroj pushtetin e drejtësisë ashtu si kundër e ka trashëguar dikur në tranzicionin dhe në post-tranzicionin, pushteti politik determinimin e pushtetit të drejtësisë. Dhe një proces tjetër është ajo që zoti Binaj, duke dalë në cilësinë e një të mëvetësishmi të shoqërisë civile, shfaqi një profil ambicioz, por që nuk pati mundësinë ta ushtrojë. A do ta ushtrojë në momentin kur të zyrtarizohet procesi i përsëritjes së zgjedhjeve? Kjo mbetet për të parë. Por atëherë konteksti politik për vetë Partinë Demokratike do të jetë i ndryshueshëm, aq më tepër që nëse kjo shtyhet në kalenda që do të thotë të kapi mandatin kalendarik të zgjedhjeve normale të pushtetit vendor. Nëse do të vëmë në atë ditë kalendarike, atëherë edhe pozicioni i zotit Binaj duhet të jetë, besoj do të jetë i ndryshëm
nga ambicia për një konkurim në rrethana të tjera. Është rikthyer në lojë Erion Veliaj pas vendimit kushtetueses dhe këtu i referohem më së shumti të një faktori ende politik, sidomos një kundërshtar drejt për drejt i kryeministrit Rama brenda Partisë Socialiste. Po politikisht dhe administrativisht po, juridikisht ende jo, sepse procesi ose proceset me të cilat ai përballet për ndjekjen penale dhe që praktikisht e mban dhe në statusin e të izoluarit në burg, është kryekëputi ndryshëm nga procesi juridik që trajtoi gjykata kushtetuese dhe le të themi përplasjet në karakterit administrativ që pati me ekzekutimin, me presidencën, apo qoftë edhe me pritmënim për të kaluar në parlament. Kështu që në këtë këndvështrim janë dy hemisfera të ndryshme, të cilat mund të kenë edhe befasi të reja, por kanë edhe dilema të vjetra. Ka shumë që thonë se për shumë arsye Edi Rama dhe Sali Berisha underground bashkëpunojnë me njëri tjetrin në interes të përbashkët, përtej asaj që duket në skenën me drita të politikës. Ju e besoni këtë? Kujtojmë që së fundmi po flitet për ta shtuqueturin Senat për shembull. Ka nga ato teori konspirative, ndoshta janë të tilla, po i cilësoj se shumë herët po i cilësoj si të tilla, që për shembull Edi Rama do të jetë president, Sali Berisha senator dhe ja. Po në politik, në pikpamjen më tradicionale, planifikimet afatgjata bën në përputhshmëri me të kundërtat që puqen. Dhe duam ta besojmë të kjo është një maksimë e dialektikës, por në rastin konkret në realitetin shqiptar, ne lexojmë shumë shenja dhe nojma të cilat na lënë të kuptojmë se këta ekzistojnë në mënyrë të përputhshmërisë së tyre si të kundërt. Që do të thotë ekziston njëri jetë gjatë, sepse ekziston tjetri po kaq jetë gjatë, por me kahun e ndryshëm që ai është brenda familjes ose grigjës së vet partijake. Kjo është arsyeja pse ka kaq shumë pakënaqësi. Dhe publiku shqiptar është një publik inteligjent, pavarësisht se nuk ka protagonizmin për të ndërhyrë dhe për t'u aprishur ose për t'i prishur këto skema që të lënë dhe shijen e politikanëve të tranzicionit, por në të njëjtën kohë edhe të krijojnë bindjen e uzurpimit. Jemi në një rrethan dhe realitet të uzurpuar. Tani, ne jemi mësuar që gjitha zhvillimet t'i lidhim se njëra patjetër nuk bëjnë dot politika me drejtësinë tek ne. Çfarë ndodh nga politika, çfarë ndodh nga spaku, këto janë dy polet ku përqendrohet lajmi, po themi, dhe analiza. Lëvizjet e fundit të spakut, për shembull, ditën e premte është dërguar një fletëthirrje për kreun demokrat Sali Berisha për të dëshmuar përdosjen e 21 janarit. Si lexoni ju këtë lëvizje tani më? Ka ndonjë ndikim kjo në çka do të ndodh? Në realitetin ton nuk përjashtohet asnjëherë nevoja për të krijuar kontekste të reja për llogari të situatave të reja. Dhe cili është ky? Rikthimi i agjendës ose thënë ndryshe i dosjes së 21 janarit në SPAK është një detyrim që në fakt më shumë se sa nga vullneti i njërit kah politik vjen prej urdhëresës nga gjykata e Strasburgut. E vërteta është që 21 janari është ngjarja ndoshta më dramatike, më tragjike e deformimit dhe shfaqjes së imazhit të shtetit shqiptar si një shtet gjakus mbi qytetarë pafajshëm. Dhe mosmarrja dhe mosdhënia e drejtësisë për këtë proces kaq tragjik në fakt sjell deformimin të madh, deformimin më të madh në marrëdhënien midis shtetit dhe qytetarëve, dhe aq më tepër në një shoqëri që pretendon se posedon dhe mishëron demokracinë dhe shtetin ligjor. Dhe në kushtet kur ky shtet ligjor është shtet që ka gjakuar qytetarët e vet të pafajshëm, pavarësisht nga protagonizmi politik që e ka çuar në atë shesh Majdan, kjo është një çështje që do të duhej të trajtohej si e tillë me kohë. Fakti që në periudhën kur qeveriste zoti Berisha, kjo gjë nuk ndodhi sepse nuk mund të shkonte vetveten, dhe ai krijoi dhe u investua të krijojë një perceptim publik se ekzistojnë dy anët e medaljes, edhe ai që i solli qytetarët aty, edhe ai që qelloi mbi qytetarët e pafajshëm. Dhe kjo simetri e së drejtës apo drejtësisë që pretendoi njëra apo tjetra palë për 21 janarin është arsyeja pse u mbajt peng dhe u pengua drejtësia. Në kushtet kur Strasburgu fal një këmbgulje të një personi avokat, por i afërt me një prej viktimave,
e riktheu procesin dhe po imponon si të tillë në kushtet e një sistemi të ri të drejtësisë dhe në kushtet e një gjykimi dhe hetimi të ri, kjo në fakt mund ta ndryshojë këtë qasje që de facto mund të godas atë që ne kemi thënë pandëshkueshmërinë reale.